Rikthehemi live në Ristori me Tedi Blushin, numrin 2 të Partisë Lirisë. Tedi, Martini tha në pyetje që keni pasur shumë rrjedhje. Po dhe Martini qesh kur e thot atë gjë. Për kë ka rrjedhje? Jo, unë qesh për madhështorën, me thënë drejtën. Po mirë, atë të shohësh në 12 maj. Nuk është mirë. Kështu që keni qeshur çdo Brahim Llari. Brahim Llari. Aty e kishë. Tani, këtë djalin e kam kursyer me për hir të së vërtetës për shkak të një bashkëpunimi modest kemi pas Partinë e Lirisë. Si është një pocaqi politike dhe morale dhe asgjë më shumë. Por me që muftuat të komentoj këtë pocaqi morale dhe politike, që është e turpëron edhe vetë rilindjen, se ju përmët një kujtim gjuzin, po për moral as krahasojnë as ata me ditën. Po flisnim publicitet ndërkohë, nuk është se po e thonim live. Okej. Për këtë pocaqin e rilindjes, këtë prurjen e re, i bëj thirrje të kthej financieren e Partisë së Lirisë, se na e mori me vete. Me përsërin e vete? Na e ka marrë financieren, edhe kemi një vit që e kërkojmë financieren, që t'i bëj ato sqarimet për financat që mungojnë në Partinë e Lirisë. Pse kanë vjedhur? Po të na jap përgjigjen e ndriti dhe e ftoi këtë pocaqi që na kthe financieren, të lutem. Zyrat e partisë janë të hapura nga ora 8, për të mos thënë tani me që kemi hyrë zyrtarisht në fushat. Jeni hap gjithkohës. Janë 24, por me që ky djalë zgjohet vonë. Është pak si Lulbasha, prandaj vura orën. Se e the veti, nuk e tha shumë. Po, prandaj vura orën. Vetëm ka një gjë, për qenë korrekt, nuk është se ky nuk ka rrjedhë, ky e hoqët ju këtë. E hoqë Ilir Meta. Po si mund ta hiqë Ilir Meta këtë tash tani? Po ai për ashtu. Nuk ky djali që ta dini ju dhe besoj dini. Se kemi marrë se çka ka ndodhur. Ka qenë disa herë deputet. Pa një votë. Ky djali në zgjedhjet e fundit u bë kryetari i grupit të këshilltarëve në Bashkinë e Tiranës dhe vinte aty sigur protestonte për inceneratorin, tani ka shku të digjet me gjithë leckat e inceneratori që nuk ekziston. Vetëm 6 muaj, 7 muaj më parë bënte sikur vinte protesta pat. E keni parë që bënte sikur gjuante me bomba, me do bëj këtë namin, do t'i bëj Ramës. Madje ka qenë nga ata që ishte gati në parti që bënte, nuk e di. Po ç'a ndodhi atëherë që doli tradhtarët e ky? Ç'a ndodhi? Se kam frikë, kam këtë përgjigje. Kam frikë Tedi që partia juaj e fundit që këtë sindromën e tradhtisë imagjinare, po nuk është tradhti imagjinare sepse ky Jo, tash nuk e di rastin konkret. Ky pocaqi hyri tek Altin Dumani me testrën tonë, se ky te lobimet firme e Ndrit Brahim Llarit është. E dini apo jo? Jo. Po, të pyesni Altin Dumanin, e u jep shërimet. Pra, hyri te Altin Dumani me tesën e PL-s dhe doli nga Altini me tesën e PS-s. Përgjigjen ja u jep Altin Dumani, por kur t'i dalë gjumi nesër, e presim në zyrat bashkë me financieren për krau të dy, e të na japin ca sqarime për ato financat, mungojnë ca. Mos ka frikë thet, me gjithë të gjuhë ashpër që përdorni ju? Jo, po nuk është gjuhë ashpër, por ky është fakt, edhe këtë e di gjithë antarësia e partisë. Sepse unë sot jam në borç edhe me atë votuesin në periferi të Tiranës, jam në borç çdo votuesi të Partisë së Lirisë, edhe për atë bilet urbani, që ai nga kombinati vinte në protestë e Bashkisë së Tiranës. Edhe për 400 hektë vjetra jemi në borç si parti, çdo kujt që vinte protestonte në Kanesh, helmoje me gaz, rije nga narkopolicia e Ramës, unë atyre nuk di si do e kur them unë gjithë partia. Por dikuj që sot shëtit me makinë 100.000 euro, që s'ka dhënë sqarime për financat e partisë. Po kjo është akus shumë, ju thoni që ai ka vjedhur financat e për posa asaj tezës unë nuk thash që ka vjedhur. Së tradhtisë që pastaj kjo është. Unë nuk jam prokuror, por unë e ftoj që na sill financieren në djalë. O djali i dashur. Të lutem, na e sill. Skënder? Pra, edhe njëre përsëris, unë jam me përullësi çdo vote për Partinë e Lirisë, me njohës, dhe nuk di si të shpërblet gjithë atyre njerëzve, që janë 12 vite në opozit,
që e kanë votu këtë djalin të bëhet këshilltar, që e kanë votu këtë djalin të bëhet deputet, se unë s'kam qenë as deputet, as drejtor, as ministër, e shumë ata mirë antarë, mbi 40-50.000 antarë të Partisë së Lirisë në Tiranë, votat e cilëve do i shihni tek kandidatura deputet i ardhshëm pa diskutim, po me mbi 40.000 vota në Tiranë, Ilir Meta. Se keni pas një 40.000 vota në Tiranë. Po tani, do t'i shihni dhe do... Se jeni parti tradicionale, keni bazën të tradicionale. Objektivi ynë është 40.000 vota. Antarësia është flak, zjarë, do keni atë... Se vetëm me zi po presim sa të dalë vetëm numri, se këtë më thonë të gjithë, na jep një numri, për se vendosim ne vendos KQZ-ja. Te radha në listë. Si dele aty radha në listë, po radha e mërona. Minimumi 20.000 zemra do jenë këshu të fletë e votimit. Këtyre votuzve, cilin ne ju detyrojmë i kaj shumë, gjithë tyre që sakrifikojnë, dhe thash edhe për atë që ka pagu qofte biletën e urbanit, nga kombinatja, për nga periferit e Tiranës, për të ardhur për protestu ka nesh. Falë 20.000 këtu në Tiranë, apo në Në Tiranë. Shqipëria do jetë spektakl Tiranë. Objektivi ynë është 20.000 vota, Ilir Meta në Tiranë, minimumi. Po tani të shikoj këtë djalin, kryetari këshilltarëve tanë, të dalë aty, e këshin nxjerrë sot se marrë dhe përveshje e lënë në fund të reshtë. E patë sot e kronikat, e këshin marrë e këshin lënë në fund të reshtë. Po që të them tani? Se di, të zi që të them të rast, por besoj dhe fakti është që... Dhe ju duhet tini se dhe politika në fund ka një moral. Jo, për në momentin që ti e përjashton tjetën, a i mund t'i kutojmë. A i thotë më kam përjashtu. A i në këtu studio ka thënë që unë jam kërcënuar. Indice janë që dikush edhe e ka goditur. Nga Altin Dumani vetëm. A i thotë nga Ilir Meta. E ka kërcënu Ilir Meta të... Po ka ka Ilir Meta, s'pra. E ka kërcënu njeri, se a i zde që sharak, është bërë fiksi lulli si balokume, qofë se mund të ketë kërcënuar dhe mund të ketë marrë penkë është Altin Dumani dhe kjo është akuzë e rëndë që a i bën Altin Dumanit. Sepse është i vetëmi njeri që ja doli që këtë djalë ta transformonte brenda ditës nga PL-ja te PS-ja tani. Po, Skënder. Dashamirësisht, ish kolegu tonë gazetar, unë do t'i kujtoj edhe në diçka. Në qofë se PL-ja realisht ka të dhëna që